Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Ligji për sektorin e energjisë elektrike është nështruar ndryshimeve dhe drafti final parashikohet që shumë shpejt idhet për konsultim publik. Kështu është shprehur zëvendës kryeministja Belinda Balluku në tryezën e sektorit e energjisë elektrike. Ligji për sektorin e energjisë elektrike do të rishikohet. Lajmi u bë me dije nga Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, gjatë tryezës mbi sistemin elektroenergjetik, arritjet, sfidat dhe masat e marra për menaxhimin e sezonit turistik, të zhvilluar me përfaqësues të institucioneve të sektorit. Duke hapur negociatat për antarësim të grup kapitullit numër 4, i cili përfshin agjendën e gjelbër edhe ndërlidhjen e qëndrueshme. E gjithë kjo punë na vendos përpara një përgjegjësie shumë të madhe, jo vetëm gjatë procesit negocimit, por edhe për përmbushjen e angazhimeve të ndërmarra, për të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore që duhen performuar, siç është dhe rasti i ligjit për sektorin e energjisë elektrike, i cili tashmë është në draftin e tij final dhe ne planifikojmë që shumë shpejt ta hedhim për një konsultim publik të detajuar me të gjithë grupet e interesit. Balluku riktheu në vëmendje performancën e sektorit që solli uljen e çmimit të energjisë elektrike për abonentët familjar. Oshe grup, një performancë shkëlqyer që gjatë vitit 2024 u kurorëzua me një fitim prej 7.3 miliard lekësh. Duke na dhënë kështu mundësi, së bashku me performancën e mirë të OST-s dhe të kesh, që të bënim një ulje të rëndësishme të çmimit. Duke theksuar rëndësinë që ka leximi i matësve, sipas skemës së tarifimit me fasha që aplikohet aktualisht, u bë me dije se ka vende vakante dhe për 60 lexues të tjerë, ndërkaq që administratori OSSH u ndalte investimet e kryera në rrjetin elektrik dhe masat për menaxhimin e sezonit turistik, duke marrë në konsiderat rritjen e ngarkesës në zonat të caktuara. Ai përmendi investimet në zonat bregdetare, si dhe në zonat malore, specifikisht në Thet dhe në rajonin Koplik Vermosh. Planifikimi i investimeve nuk bëhet më për të kaluar situata emergjente, por bëhet për të parashikuar rritjet e vrrueshme që ne do të kemi vit mbas viti. Por jo vetëm vijim bregdetare, por edhe në zonat malore. Ne kemi filluar një seri investimesh që do t'i paraprinë zhvillimeve për disa dhjetra vite. Aktualisht po punohet dhe për identifikimin e zonës ku do ndërtohet në stacioni elektrik i Shëngjinit, teksa në mbyllje të takimit, Balluku solli në vëmendje luftën ndaj informalitetit në sektor, veçanërisht në disa rajone ku vjedhja e energjisë është më e madhe. Krahasuar me fundin e vitit 2024, investimet e huaja direkte kanë pësuar një rënje me 14%, pjesa më e madhe e sipërmarrjeve nga jashtë vijojnë që të investojnë pikërisht në pasuri të paluajtshme. Duket se në tremujorin e parë të këtij viti, Shqipëria ka qenë më pak tërheqëse për investitorët e huaj. Dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se investimet nga jashtë kanë pësuar një rënje me 14% në krahasim me fundin e vitit të kaluar. Konkretisht, fluksi i investimeve të huaja direkte në janar-mars u regjistrua në 362 milionë euro, nga 423 milion që ishte në fund të 2024-s. Megjithatë, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, investimet e huaja u rritën me 2.3%. Por cilët janë sektorët që përthithin më tepër investime? Investimet rezultojnë me rënje në pothuajse të gjithë sektorët, megjithatë pasuritë e paluajtshme vijojnë të jenë aktiviteti ku përqendrohen pjesa më e madhe e investimeve të huaja, ndjekur më pas nga aktivitetet financiare dhe të sigurimit. E thënë ndryshe, rreth 29% e investimeve janë në pasuri të paluajtshme, 21% në aktivitete financiare dhe të sigurimit, 14% në industrinë nxjerrëse, nga 9% e investimeve rezultojnë në industrinë përpunuese dhe tregti me shumicë pakicë, riparimi i automjeteve apo motocikletave. Pavarësisht se investimet në sektorin e ndërtimit regjistrohen në një masë tepër të vogël në krahasim me sektorët e tjerë, ato rezultojnë të kenë pasur të kurrjen më të madhe në bazë tremujore, ndjekur nga aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike, apo shërbime administrative dhe mbështetëse. Statistikat zyrtare tregojnë se investimet në aktivitetet të pasurive të paluajtshme spritën në 104 milion euro në 3 muaj të parë të 2025-s, një rënje me 5.4% në krahasim me tremujorin në fundit 2024. Ndërkohë, fluksi i investimeve të huaja direkte në aktivitetet financiare dhe të sigurimit u regjistrua në 75 milion euro dhe në industrinë nxjerrëse 51 milion euro. Aktivitetet që janë pak ose as pak tërheqëse për investitorët nga jashtë rezultojnë të jenë arsimimi, bujqësia, pyjet, peshkimi, akomodimi, shërbimi ushqimor, shëndeti, aktivitetet të punës sociale, arte, argëtim dhe çlodhje.
Investimet nga Turqia kanë dominuar 3 mujorin e parë të këtij viti, sipas të dhënave më të fundit publikuara nga Banka e Shqipërisë. Investimet turke përbën 13.8% të totalit. Jo vetëm më të shkuarën historike, kulturën apo kinematografin, por Turqia lidhet ngushtë me Shqipërinë edhe për sa i përket investimeve. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë në një vlerë prej 50 milion eurosh, investimet nga Turqia kanë dominuar në 3 mujorin e parë të 2025-s. Investitorët turq rezultojnë të kenë zbritur nga froni ata holandez, të cilët rezultojnë me 49 milionë euro investime në Shqipëri. Shifrat zyrtare tregojnë se 13.8% e investimeve të huaja direkte vijnë nga Turqia, rreth 13.5% nga Holanda, 12.7% e investimeve janë nga Italia, 8.6% Austria, 7.7% janë nga Gjermania, 7% rezultojnë investime nga Kosova, 3% nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa në 19% të investimeve nuk tregohet vendi i origjinës për arsye konfidencialiteti. Në shumicën prej shteteve më të mëdha investitore në Shqipëri ka pasur një rënje të fluksit të investimeve në 3 muajt e parë të 2025-s. Kështu edhe pse Turqia dominon aktualisht, ka pasur një rënje me 5.6% në krahasim me fundin e vitit 2024. Investimet nga Holanda janë paksuar me 15%, ndërsa ato nga Italia, i cili është investitori i tretë më i madh në Shqipëri, me 46 milionë euro investime, rezultojnë me një rënje prej 11%. Megjithatë, investimet e Emirateve të Bashkuara Arabe, Greqisë dhe Serbisë nuk kanë ndryshuar në raport me 3 mujorin paraardhës, ndërsa vetëm investimet prej Çipros, Gjermanisë, Norvegjisë, Panamas dhe Slovenisë rezultojnë me rritje. Konkretisht, investimet gjermane u shtuan me gati 22% në 3 mujorin e parë. Nga ana tjetër, investimet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës u regjistruan në nivelet më të ulëta që prej 2022-shit. Administrata tatimore ka nisur hetimin e 100 individëve të cilët kanë akumuluar afro 33 milionë euro të ardhura përmes platformave të ndryshme sociale dhe nuk i kanë deklaruar ato. Individët që përfitojnë të ardhura përmes platformave të ndryshme online kanë detyrim ligjor të deklarojnë çdo cent pranë organeve tatimore. Drejtoria e hetimit të administratës tatimore ka nisur hetimin ndaj 100 individëve apo subjekteve për të ardhurat e përfituara nga platformat sociale siç janë Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Google, PayPal, ku nga verifikimet paraprake dyshohet për rreth 33 milionë euro të padeklaruara. Pavarësisht se periudha kur janë gjeneruar këto të ardhura nuk është përcaktuar, mesatarisht rezulton që një individ apo subjekt të ketë siguruar përmes këtyre platformave afro 330.000 euro, për të cilat nuk është paguar tatimi mbi të ardhurat. Administrata tatimore ka njoftuar më datën 29 mars përmes rrjeteve sociale që individët dhe subjektet duhet të përmbushin detyrimet ligjore nëpërmjet vetdeklarimit të Divas 2024. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve u bën apel tatim paguesve që nuk kanë reaguar ende të kryejnë sa më shpejt këtë detyrim për të shmangur penalitete dhe masa të tjera që mund të sjellë një hetim i thelluar. Në kuadër të strategjisë së përgjithshme 2024-2028, administrata tatimore ka ndërmarrë hetime të thelluara në disa sektor, me synim rritjen e të ardhurave të deklaruara, vjedhjen e tatimit mbi to dhe shmangjen e evazionit fiskal. Gjurmimi i mashtrimeve tatimore dhe kontrolli tatimor i përqendruar tek tatim paguesit, rrisjet dhe sektorët e ekonomisë të cilët kanë gjeneruar humbje të konsiderueshme në buxhetin e shtetit, janë element kyç të strategjisë që po zbatohet. Nga ana tjetër, sipas ekspertëve, tatimet monitorojnë automatikisht të ardhurat nga platformat online, duke bërë pothuajse të pamundur fshehjen e fitimeve të këtyre individëve. Për çdo euro apo dollar të fituar në platformat online, organet ligjzbatuese në Shqipëri mund t'i monitorojnë këto të ardhura për të përcaktuar shumën që duhet të deklarohet. E njëjta qasje ndiqet nga drejtoria tatimeve përmes kontratave online që nënshkruhen midis krijuesit dhe platformës, ku matet detyrimi për deklarim brenda vendit, si në rastin e nisjes së hetimit për rreth 33 milionë euro të padeklaruara nga rrjetet sociale. Të ardhura që vijnë nga rrjetet sociale normalisht janë tatuar një herë. Për shembull, nëse po flasim për pjesën e Google-it, ato bëhet një kontratë që është në online, por është reale,
që 45% i paguajnë taks pjesës Google-it, pasi përfshihen taksat, reklama që i bëhet e gjitha me radhë dhe një pjesë e kanë të FIS. Kështu që në fund ditës atë do bëjnë një rakordim midis të ardhurave, taksimin që është bërë jashtë dhe asaj që duhet të bëjnë në Shqipëri. Nga njoftimi i tatimeve, mesatarisht një person që fiton para nga rrjetet sociale akuzohet për mosdeklarimin e të ardhurave në vlerën prej rreth 330.000 euro. Nëse hetimet nga drejtoria e tatimeve arrin të vërtetojnë ato, dëmi mund të jetë 2 fisht. Ligji i tatimit mbi të ardhura vërtet ka 15% që si fazë parë për të tatuar, por mbrapa ka edhe pasojat e veta që do të thotë në këtë moment vlerësohesh edhe një herë aq sa i ke detyrimin. Nëse ty të ka dalë 10.000 lekë detyrimi për të paguar dhe nuk e ke deklaruar, atëherë shteti do bën një rivlerësim që shkon edhe një 10 tjetër, se kaq është edhe 100% e detyrimit. Administrata tatimore ka marrë një sër masash për fitimin e parave online, përfshirë edhe fitimin nga kriptomonedat, duke ndjekur praktikat e vendeve të zhvilluara si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe apo Kanadaja. Bashkitë kanë rritur stokun e detyrimeve të prapambetura për 3 muajin e parë të këtij viti, duke regjistruar një shifër prej 42 milion eurosh në fund të muajit mars, ndërkohë që rritja është afro 9 milion euro. 61 bashkitë në vend kanë akumuluar një stok detyrimesh ndaj bizneseve dhe qytetarëve në vlerën e 4.2 miliard lekëve, apo 42 milion eurosh deri në mars të këtij viti. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, ajo që vjet re është se ka një rritje të borxheve prej 9 milion eurosh në raport me dhjetorin 2024, ku stoku regjistrohej në 33 milion euro. Detyrimi vendosur nga qeveria për shlyerjen e stokut, megjithse ka pasur ecuri pozitive në 2 vitet e fundit, sërish ka luhatje të herpas hershme nga një 3 mujor në tjetrin, edhe pse qëllimi është që stoku i detyrimeve të prapambetura të zerohet totalisht. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se nga totali i detyrimeve të prapambetura ndaj bizneseve dhe qytetarëve, 1 miliard lek janë detyrime të papaguara për investime publike, 595 milion lek për shërbime, rreth 995 milion lek vendime të gjykatave dhe 1 miliard lek shpenzime të tjera. Pora ka ndryshuar renditja e bashkive që kanë më shumë detyrime dhe cilat janë ato që kryesojnë. Referuar listës, vlera e borxheve që kanë bashkitë nuk lidhet domosdoshmërisht me sipërfaqen e tyre apo numrin e popullsisë përveç Bashkisë së Tiranës. Konkretisht në vendin e parë renditet Bashkia e Tiranë, e cila ka lënë pas Bashkinë Kavaj që kryesonte deri në dhjetor. Tirana rezulton me një vlerë detyrimesh në rreth 1.3 miliard lek, duke pësuar rritje të konsiderueshme nga dhjetori 2024. Më pas renditet Bashkia Kavaj me 753 milion lek borxhe, ndjekur nga Bashkia Pogradec me 254 milion lek, më pas vjen Bashkia Dimal me 169 milion lek dhe Rogozhin me 161 milion lek, duke ja lënë radhën Vorës, Dibrës dhe Cerrikut. Në fund të listës së bashkive sa i takon vlerës së borxheve, renditen bashkitë Sarand, Malësi e Madhe, Korç, Has dhe listën e mbyll Librazhdi. Bashkitë kanë pasur si detyrim që të dorëzojnë pranë Ministrisë së Financave një plan të detajuar për shlyerjen e stokut të detyrimeve dhe t'i përmbahen atij. Ka hyrë zyrtarisht në fuqi udhëzimi që përcakton procedurat dhe dokumentacionin që bashki duhet të ndjekin për të shpallur zonat me përparësi zhvillimi, ndërkohë që kjo është një moment kyç për zbatimin e paketës së maleve. Është botuar në fletoren zyrtare udhëzimi për përcaktimin e rregullave të hollësishme për dokumentacionin dhe procedurën e shpalljes së zonës me përparësi zhvillimin ekonomisë malore për të gjitha bashkitë në vend. Ky udhëzim është një piknisje e zbatimit të paketës së maleve, sipas procedurave të identifikimit të zonave të zhvillimit. Brenda 10 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij udhëzimi, kryetarët e bashkive do të urdhërojnë ngritjen e grupeve të punës për identifikimin dhe hartëzimin e zonës së zhvillimit brenda teritorit të bashkisë, gjithashtu dhe për mbledhjen, administrimin dhe analizimin e kërkesave për shprehje paraprake interesi në subjekte të ndryshme të paraqitura në platformën digjitale të dedikuar për zbatimin e ligjit për paketën e maleve. Ndërkohë do të realizohen e bashkëpunime me drejtorinë përkatëse vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për të verifikuar statusin e pronës së poseduar nga pretenduesi, për të njohur posedues jo pronar në atë pjesë të territorit që synohet të shpallet zonë zhvillimore. Nga ana tjetër do të kryen dhe vlerësime dhe konfirmime se zona e zhvillimit e propozuar nuk përfshin territore që janë pjesë e mosmarrveshjeve midis bashkive kufitare të tjerë. Pas përfundimit të procedurave të identifikimit, kryetari i bashkisë do të paraqesë pranë ministrit përgjegjës për pushtetin vendor
kërkesën për shpalljen e zonës zhvillimore në territorin e bashkisë. Në dosje do të jenë të përfshira raporti përmbledhës i procedurës së ndjekur nga bashkia, hartën e zonës së propozuar, dokumenti analizues mbi efektet e pritshme dhe se si shpallja e zonës së zhvillimit mund të kontribuojë në nxitjen dhe realizimin e potencialit për zhvillim ekonomik, industrial apo turistik të zonës. Pas të dhënave më të fundit publikuara nga Instat, importi i kapitullit kafe, çaj dhe erza në Shqipëri ka shtuar një rekord ri historik në vlerë. Ky fenomen tregon qartë se shqiptarët nuk janë larguar as pak nga titullari i tyre i përditshëm kafeja. Në një moment kur tregjet globale përballen me sfida të shumta, importi i kapitullit kafe, çaj dhe erza në Shqipëri ka shënuar një rekord historik në vlerë, ndërsa në peshë mbetet vlera e katërt më e lartë regjistruar ndonjëherë. Ky fenomen tregon qartë se shqiptarët nuk janë larguar as pak nga rituali i tyre i përditshëm, kafeja, e cila mbetet pjesë thelbësore e kulturës shqiptare. Sipas të dhënave më të fundit, vlera totale e importit në muajin maj të këtij viti ka arritur në 739 milion lekë, duke reflektuar kërkesën e fortë dhe të vazhdueshme për këto produkte. Kjo është vlera më e lartë që nga janari i vitit 2005. Rritja vjetore vlerësohet në 13% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, që është dhe vlera e dytë më e lartë ndër vite. Ajo që bie në sy është edhe pesha importuar me gati 1.000 ton, që tregon një konsum në volum të konsiderueshëm, një tregues i qartë se shqiptarët nuk u ndajnë lehtë aromës së kafes, çajit apo erëzave. Në maj të vitit 2025, çmimi mesatar i importit të kafes ka arritur në 673 lekë për kilogram, duke shënuar një rrjedhë konsiderueshme krahasuar me majin e vitit kaluar, kur qëndronte në 536 lekë për kilogram. Megjithatë, krahasuar me muajt e parë të vitit 2025, si marsi me 693 lekë për kilogram dhe prilli i vitit 2024 me 701 lekë për kilogram, vërtet një tendencë qëndrueshme me çmime që mbeten relativisht të larta. Kjo tregon se edhe pse kërkesa është në rritje dhe importi në vlerë ka rritur rekorde, çmimi për kilogram kafeje mbetet brenda një diapazoni që pasqyron interesin për cilësi dhe stabilitet në treg. Ky trend pozitiv tregon më shumë se sa thjesht statistika ekonomike, është një reflektim i stilit të jetesës shqiptare që pavarësisht sfidave ekonomike apo ndryshimeve globale, vazhdon të ruajë traditat e veta. Kafeja mbetet një ritual i përditshëm. Theksojmë ndër të tjera se çmimi i kafes ka pësuar një rritje të ndjeshme në tregun global së fundmi. Faktorët kryesorë që kanë ndikuar në këtë rritje përfshin kushtet klimatike të pafavorshme, rritje të kërkesës dhe pasiguri tregtare. Për gjatë vitit 2024, sasia totale peshkut të zënë në Shqipëri ka rënë me 14.9%, duke arritur në 16.500 tonë, ndërkohë që akvakultura vion që tjetë burimi kryesor me 43.6% të totalit. Instituti Statistikave ka publikuar të dhënat më të fundit mbi aktivitetin e peshkimit në Shqipëri gjatë vitit 2024. Sipas raportit, sasia totale e peshkut të zënë nga të gjitha kategoritë dhe burimet ujore ka arritur në rreth 16.500 ton, duke shënuar një rënje prej 14.9% krahasuar me vitin 2023, kur u regjistruan afro 19.000 ton. Kjo tendencë rënëse vjen pavarësisht përpjekjeve për rigjenerimin e rezervave natyrore dhe zhvillimin e akvakulturës. Në liçenin e Ohrit gjatë vitit 2024 janë prodhuar dhe hedhur 1.2 milion rasate të troftës sulber, 1.8 milion rasate të koranit dhe 0.8 milion rasate të krapit. Megjithatë, akvakultura, që vazhdon të mbetet burimi kryesor i peshkut të zënë në vend, edhe pse ka pësuar ulje me 21.6% krahasuar me një vit më parë, ajo ka siguruar 43.6% të sasisë totale të peshkut, përkatësisht me 7.165 ton. Pas akvakulturës, burimi i dytë më i madh ka qenë peshkimi në ujërat e brendshme, me një kontribut për 24.7% të totalit, që përkthehet në 4.505 ton. Ndërkohë, peshkimi detar ka sjellë sasinë më të vogël, duke përbërë 23.5% të totalit të peshkut të zënë. Në raport me një vit më parë, molusqet janë e vetmja kategori që ka shënuar rritje, me një shtesë prej 14.5%, duke arritur në 213 ton. Të gjitha kategoritë e tjera kanë pësuar rënje, ku më e theksuara është ajo në laguna, me një ulje prej 33%, nga 218 ton në 146 ton. Edhe bregdeti ka regjistruar një rënje prej 18.1%, duke zbritur nga 676 ton në vitin 2023 në 554 ton në vitin 2024. Llojet më të zëna të peshkut në det, bregdet dhe laguna kanë qenë karkaleci thellësisë me 891 ton, i ndjekur nga merluci dhe sardelja. Ndërsa në ujërat e brendshme, peshku më i zënë ka rezultuar të jetë karasi me rreth 1.600 ton, ndjekur nga skorta dhe krapi. Pavarësisht uljes së përgjithshme në sasinë e peshkut të zënë, numri i subjekteve të licencuara për aktivitetet e peshkimit ka shënuar rritje. Në vitin 2024 janë regjistruar 833 subjekte të licencuara, 22 më shumë se në vitin 2023, ku shumica operojnë në portin e Durrësit. Flota shqiptare e peshkimit është aktive kryesisht në zonën gjeografike 18.
ndërsa anijet më të përdorura janë ato me rjeta në vijë që përbëjnë 72.6% të flotës, ndjekur nga anijet me tërheqje që zën 23.9%. Ngritja i ferme të madhe, moderne dhe promovimi i mollës do të shërbesi një qendër multifunksionale për sektorin e bujqësisë. Për këtë qëllim Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur tenderin me fond limit prej 236 milion lekësh. Me një fond limit prej mbi 236 milion lekësh, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur tenderin për fazën e parë të projektit Ferma e Dijes dhe Agroturizmit të mollëve në Korçë. Nisma vjen në kuadër të mbështetjes për ngritjen e poleve të zhvillimit të integruar rural, në bashkëpunim me njësitë e qeverisjes vendore dhe aktorë të tjerë lokal qendror. Sipas dokumenteve të tenderit, projekti synon ngritjen e një ferme moderne të prodhimit dhe promovimit të mollës, që do shërbesi një qendër multifunksionale për bujqësinë, edukimin, turizmin dhe ekonominë lokale. E konceptuar si një fermë dijes, ajo do ndërtohet në afërsi të fshatit Qatrom, vetëm 5.4 km nga qyteti Korçës, në një zonë me tokë pjellore, topografi të lehtë dhe burime të përshtatshme uji. Aktualisht zona është e pandërtuar dhe pa aksesueshme me infrastrukturë moderne rrugore, ndaj projekti parashikon ndërhyrje dhe në këtë drejtim. Ferma është menduar si një hapësirë e hapur, ku për fermerët do jetë një pikë takimi dhe shkëmbimi për teknikat e reja të bujqësisë, për konsumatorët një burim prodhimesh të freskëta dhe cilësore nga burimet të certifikuara vendore, ndërsa për vizitorët një destinacion turistik i kombinuar me eksperjenca edukative dhe rekreative. Përmes kësaj nisme, synohet të vihet në eficiencë një territori pa shfrytëzuar dhe të krijohet një pikë referimi për zhvillimin e agroturizmit dhe formave të reja të sipërmarrjes rurale. Në afatgjat, synimi është që ferma e mollëve të shndërrohet në një markë lokale ku ndërthuren aktorët publik, privat dhe kërkimor, për të krijuar një model bashkëpunimi që fuqizon ekonominë rurale, nxit inovacionin dhe promovon qasjen e hapur ndaj dijes dhe shërbimeve. Shqipëria synon që të bëhet një destinacion akademik për studentët e huaj me një vendim të ri të qeverisë shqiptare. Ajo synon që të lehtësojë regjistrimin në universitetet shqiptare të gjithë Republikës së Shqipërisë të studentëve të huaj. Me synimin për të tërhequr studentë të huaj, Liga Universiteteve Gjon Durrahim organizoi forumin Arsimi Lart 2030. Ky forum u zhvillua pas vendimit të Këshillit të Ministrave më datë 21 maj të këtij viti, i cili lehtëson regjistrimin e studentëve të huaj në universitetet shqiptare. Sot ne kemi universitete të cilat kanë hapur deg të tyre në Shqipëri, universitetet huaja prestigjioze, kemi Kolegjin e Evropës që finalizoi këtë përpara pak ditësh dhe vitin e parë akademik në kampusin e Tiranës. Unë besoj që ka ardhur koha të kemi një strategji të integruar të ndërkombëtarizimit, një strategji e integruar e cila të përfshi edhe aspektin e promovimit të Shqipërisë si destinacion akademik. Ky synim vjen në një kohë ku numri i regjistrimeve të studentëve vendas në arsimin e lartë po bie për shkak të emigracionit. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, në 5 vitet e fundit numri i regjistrimeve në arsimin e lartë ka rënë me 8%. Ndërkohë me forumin e Ligës së Universiteteve Gjon Durrahim në fund të vitit të kaluar, synohet përmirësimi i strukturave arsimore. Jam i bindur që pritshmëria është jashtëzakonisht e madhe. Kjo ide ka lindur rreth vitit 2017, por mbeti si ide. Dhe ne rimorëm këtë vitin e kaluar dhe këtij forumi të rëndësishëm i kemi dhënë jetë. Është një vit plot suksese, plot aktivitete që na ka bërë optimist që ne të gjithë së bashku, duke bashkuar të gjitha energjitë tona, potencialet intelektuale, mund të bëjmë shumë e shumë më tepër për arsimin e lartë në Shqipëri, për rritjen e cilësisë mësimdhënies, të kërkimit shkencor, të ndërkombëtarizimit, digitalizimit dhe në një sër fushash të pafundme. Në vendin tonë për vitin akademik 2023-2024, totali studentëve të huaj të regjistruar në arsimin e lartë përbënte rreth 2% të numrit të përgjithshëm të regjistrimeve. Një përqindje ende ulët që përmes këtij forumi synohet të rritet ndjeshëm. Në përfundim të punimeve traditore të konferencës ndërkombëtare të komisionerëve për të drejtën e informimit, Shqipëria është zgjedhur në mënyrë unanime në krye të presidencës së këtij forumi për periudhën 2025-2027. Në përfundim të punimeve traditore të konferencës ndërkombëtare të komisionerëve për të drejtën e informimit të zhvilluar në Berlin,
Shqipëria është zgjedhur në mënyrë unanime në krye të presidencës së këtij forumi për periudhën 2025-2027. Zgjedhja e Shqipërisë në këtë rol të rëndësishëm ndërkombëtar përbën një njohje të qartë të përkushtimit dhe profesionalizmit të institucionit të komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Në fjalën e tij përmbyllëse, komisioneri Besnik Dervishi shprehu mirënjohjen për besimin e dhënë nga anëtarët e forumit. Zgjedhja e Shqipërisë në krye të kësaj konference konfirmon rolin në rritje të vendit tonë në arenën ndërkombëtare, si dhe konsolidimin e transparencës dhe qeverisjen e mirë. Konferenca e komisionerëve, e cila u mbajt nga datat 23 deri më 25 qershor, mblodhi në Berlin përfaqësues të institucioneve të pavarura, organizatave të shoqërisë civile dhe ekspertë nga gjithë bota për të diskutuar çështje kyçe që lidhen me transparencën, llogaridhënien dhe aksesin në informacion publik. Tema kryesore e edicionit të këtij viti ishte aksesi në informacionin mjedisor në epokën digjitale, duke vënë theksin te nevoja për informim të saktë dhe në kohë për çështjet mjedisore në një epokë kur teknologjia kanë transformuar mënyrën se si qytetarët marrin dhe përdorin informacionin publik. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.